Një ngjarje për i ngecur në veshin e një gruaje, pamjet virale, por shqetësojnë përdoruesit e rrjeteve sociale. Mendoni se një ngjarje për në çizmet tuaja ishte tepër shqetësues? Ajo idiom e vjetër e shekullit të 19 nuk është asgjë në krahasim me një në veshin tuaj. Pamje tronditse kapën momentin e supozuar që një kirurg tentoi të hiqte një ngjarje për të gjallë që kishte depërtuar në veshin e një gruaje. Videoja e operacionit herpetologjik ka grumbulluar më shumë se 125.000 shikime, ndërsa përdoruesit e mediave sociale spekulojnë nëse pamjet që shkaktojnë përpëlitje janë apo jo autentike. Ngjarje për në vesh thuhet në mbishkrimin e klipit të çuditshëm në Facebook, i cili u postua nga një yll i mediave sociale me bazë në Indi për 20.126 ndjekësit e tij. Megjithatë, është e paqartë se kur ose si ndodhi kjo ngjarje fatkeqe, raportoi gazeta lokale Economic Times. Në klipin gati 4 minutësh, një mjek i supozuar mund të shihet duke përdorur piskatore në një përpjekje të dëshpëruar për të nxjerrë një ngjarje për nga veshi. Klipi tashmë viral përfundoi pa zbuluar nëse operacioni ishte i suksesshëm apo jo, duke i lënë shikuesit të tronditur dhe të tmerruar. Pavarësisht vërtetësisë së videos, kjo nuk është hera e parë që një i paftuar kolonizon kanalin e dëgjimit të dikujt. Në janar, një burr nga Zelanda e Re kuptoi mangthin më të keq pasi një kacabuj depërtoi në vesh dhe qëndroi atje për 3 ditë të tëra. Ndërkohë, një turist në Porto Rico pësoi një fat të ngjashëm me një gafore.